Monika Kryemadhi është bërë pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri Big Brother VIP 5 si pjesë e sfidës së mos reagimeve. Opinionistja në momentin që hyri nisi duke kontrolluar nëpër shtëpi. Rogerti që ishte afër derës së dhomës së rrëfimit vetëm e shikonte dhe nuk reagonte. Ndërkohë Monika e pyet: "Je mërzitur, ë?" Dhe banori nuk ju përgjigj. Më pas Kryemadhi kalonte dhoma e gjumit ku Brikena ishte e shtrirë në krevatin e saj dhe i thot: "Kur them unë që ri në krevat ti, nuk do çohesh fare?" Edhe banoria nuk i ktheu përgjigje. Kujtojmë se pjesë e kësaj sfide janë bërë pjesë edhe personazhe të tjerë publik, si dhe ish banor të këtij edicioni të reality show. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.